Mos pari uroj nga zemra, bashkimin e tyre gjenë përjetësi, ta zemrën. Bellën e njoh nga kur i ka patur 2 vjeç, për arsye se unë me familjen Krasniqi, gjithsesht me babain, me Sokol Krasniqin, një biznismen më të suksesshëm të Lucerën, jam shok që 30 vite, shok familjar. Edhe Jetmiri është njeri i artit që merret me organizimin e koncerteve dhe është menaxher i njohur i këngëtarëve, disave prej tyre. Dhe jam i ftuar nga familja e Sokolit, e Bellës. Kështu që keq është një... Izabelës, po Bella i themi ne, më fal, kërkoj ndjes. Ju dëshiroj trashëgimi, ju dëshiroj paqe, lumturi, fat, prosperitet. U realizofshin synimet e tyre se ata kanë vizion çka do të bëhet me jetën e tyre dhe jam shumë i lumtur. Ju dëshiroj gjitha të mirat edhe juve, televizioni, ju përshëndes nga zemra, ju dua shumë. Këshillu Jetmirin ndoshta për një jetë bashkëtorë të sigurisht. Mirë kuptimi, unë mendoj që është gjaja më sublime dhe më e madhja. Për arsye se Jetmiri është njeri i artit, sikur se unë që jam edhe nera e din folni sa e ki let me mu, sa e ke pas. Së është vështirë me dasht, nuk ka vështirë. Nuk është qysh e bojnë vështirë, është privilegj, është pak e vështirë. Ata ka prish në hera që sa dhe? Kur? Për Zotin s'po gënjej. Jo, me prish asnjëherë në jetë, jo. Kur edhe kur një jetë. Pas i kam kalu parimet e... I ka kalu do sfida që Po jeta është këto edhe Jetmirit i them, jo Bellës po i them, Izabelës që duhet me pas mirë kuptim ajo për profesionin që e ka aja, i ka kontakt, komunikon me njerëz, me artist, edhe po besoj që ja dalin sepse Izabela është e Antonetës edhe e Sokolit, është vajzë avancuar, është e kohës shumë edhe ju dëshoj edhe inshallah shtohet familja e tyre me një 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nipa e mesa. Faleminderit shumë. Faleminderit.